Pini lëng qepe gjatë dimrit dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Qepa përmban fenole dhe flavonoide që luftojnë inflamacionin, ulin kolesterolin dhe shërben si antioksidant. Për shkak të efekteve të saj, qepa rekomandohet si një recetë ndaj temperaturës, rënies së flokut dhe fertilitetit e të tjera. Sugjerohet të pini një gotë me lëng qepe me stomakun boshtë disa herë gjatë ditës ose në mëngjes. Nëse ky lëng u jep ndjesinë e djegjes, atëherë pas lëngut të qepës pini një gotë me ujë të ngrohtë dhe një lugë me mjaltë për të qetësuar fytyrën. Mos hani dhe mos pini asgjë tjetër për të paktën një orë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Të gjitha varietetet të qepëve ofrojnë një larmi ushqyesjes që gjithashtu ndikojnë nga ruajtja dhe pjekja e qepës. Lëngu i saj është i pasur me vitaminën C, vitaminën B6, acidin folik, kalcium, magnez, hekur, krom dhe fosfor. Kromi që gjendet te qepa ul sheqerna në gjak. Lëngu rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga anemia. Por le t'u hedhim një sy vlerave të shkëlqyera shëndetësore të lëngut të qepës, të listuara në këtë video sipas Healthy Site. Përmirëson nivelin tretës. Qepët janë një burim i mirë i fibrës dietike e nevojshme për bakteriet e shëndetshme që gjenden në zorët. Inulina përmirëson lëvizjen e tyre dhe siguron nivelet të duhura të bakterieve të shëndetshme, duke rregulluar kështu nivelin tuaj të tretës. Mbron kundër alergjive. Quercetin që gjendet te qepa parandalon astmën dhe alergjitë. Ajo përthithet edhe nga sistemi i tretës dhe qëndron në qarkullimin e gjakut për shumë kohë në krahasim me quercetinën që përfitohet nga ushqimet të tjera. Kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të frymëmarrjes. Qepa vjen në ndihmë kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të tjera të frymëmarrjes. Vajrat që gjenden te qepa parandalojnë dhe shpërbëjnë mukusin e akumuluar në rrugët e frymëmarrjes. Kjo është përdorur prej shekuj për të trajtuar kollën, bronchitin, bllokimin e rrugëve frymëmarrjes, infeksioneve të metabolizmit dhe të tjera. Për të përgatitur lëngun e qepës në kushte shtëpie, ndiqni këto hapa. Merrni një kokër qep dhe ndani në 4 deri në 5 pjesë. Pjesët i hidhni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër rreth 200 ml. Mbylleni kavanozin dhe lini të qëndrojë për 8 deri në 10 orë në një vend të errët. Në mëngjes, tretësirën e fituar e kulloni nga qepa dhe pini esëll. Përsëriteni këtë sipas nevojës dhe kështu do të keni përfitimet e tyre unike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Lëngu i qepës është jo vetëm i dashur, por edhe i padëgjuar. Por, pasi të dëgjoni këtë video deri në fund, do të filloni ta përdorni më shpesh atë, sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët këshillojnë lëngun e qepës nëse vuani nga një sër problemesh, siç mund të jenë kështu problemet me rrugët e frymëmarrjes, ftohja, kolla e të tjera. Lëngu i qepës është i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut dhe dëndësisë kockore. Cilësia e gjumit gjithashtu mund të përmirësohet me përfitimet ushqyese të lëngut të qepës. Edhe pse aroma dhe shija e tij nuk janë të pëlqyeshme, këshillohet të kombinohet me kanellë, me mollë për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të larmishme. Ajo përmban fibra, vitamina B6, vitaminën C, flavonoide, kalcium, kalium, magnez, selen dhe fosfor. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisi disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i lëngut të qepës në përditshmëri. Do të ofrojë përfitime të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i lëngut të qepës do të ndihmojë edhe në uljen e niveleve të ndjeshme të kolesterolit dhe ndihmon edhe në parandalimin e mpiksjes së gjakut, që mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e imunitetit tuaj dhe në rritjen e vlerave të tij. Gjithashtu, kjo është një arsye pozitive pse duhet të shtoni në dietën tuaj edhe konsumin e lëngut të qepës. Lëngu i qepës është një produkt fantastik edhe për personat të cilët kanë lohatje të sheqerit në gjak. Lëngu i qepës luan një rol parandalues të rëndësishëm kundër këtyre komplikacioneve. Mineralet që përmban lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimet graduale të sheqernave nga gjaku dhe flavonoidet që mbajnë uljen e niveleve të glukozës të njerëzit e prekur nga diabeti tipi 2. Qepa është e mirë për pastrim.
Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë edhe vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Antioksidantet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Lëngu i qepës është i mirë kundër kollës. Lëngu i qepës përmban sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën, prandaj rekomandohet shumë kundër problemeve të rrugëve të frymëmarrjes. Për flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Vitamina C tek lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin ndaj ekspozimit ndaj radikaleve të lira ultraviolet. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Por si mund të përgatisni lëngun e qepës? Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zgjerrë qepën në ujë. Qepën duhet ta zjeni me gjithë lëkurë për 5 minuta. Pas zgjerrjes mund të shtoni mjaltin dhe limonin për të përmirësuar shijen, edhe mund ta pini sipas nevojës suaj. Lëngu i qepës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve të kollës. Përmbajtja e sulfurit tek lëngu i qepës ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Kësaj ky lëng rekomandohet shumë kundër komplikacioneve të rrugëve të ndryshme të frymëmarrjes dhe mund të cilësohet një aleat i mirë për shëndetin dhe imunitetin. Është e mirë kundër astmës. Lëngu i qepës shërben si një parandalues dhe trajtues kundër problemeve si astma, sepse është i pasur me flavonoide që qetësojnë muskujt e rrugëve të frymëmarrjes. Përmirëson nivelet e imunitetit. Pirja e rregullt të lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Ai është i pasur me vitaminën C që lufton bakteriet dhe virozat. Nëse jeni të sëmur dhe pini lëng qepe, do të vëreni se do të keni një shërim më të shpejtë. Lëngu i qepës gjithashtu është fantastik edhe për sistemin tuaj tretës. Tretja, falë fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë, më efikase dhe më të mbrojtur. Kështu përfitimet e saj në dobi të shëndetit do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe e përfshini atë në dietën tuaj për një element më të lartë ushqyes në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Lëngu i qepës do të përmirësojë peshën tuaj trupore. Flavonoidet që përmban lëngu i qepës do të përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në djegjen e yndyrnave të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës do të pengojë shtimin e peshës dhe kilogramëve të tepërt. Do të luajë një rol fantastik në gjendjen tuaj dhe do të përmirësojë edhe organizmin tuaj në këto situata. Gjithashtu, flokët tek lëngu i qepës do të jenë edhe më të mbrojtura. Është e rëndësishme që të përmirësoni shëndetin e tyre në mënyrë natyrale dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Lëngu i qepës do të luajë një rol parandalues kundër dëmtimit të flokut. Vitamina C tek lëngu i qepës do të stimulojë edhe formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin ndaj ekspozimeve ndaj radikaleve të lira ultraviolet, duke evituar kështu komplikacionet e tyre dhe duke rritur përfitimet në mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi, citoi studimi. Vitamina C tek lëngu i qepës do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të flokut, ndaj siguroni që ta përdorni atë vazhdimisht sipas nevojave tuaja të përgjithshme. Elementet që përmban lëngu i qepës do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj siguroni që ta përdorni si duhet. Lëngu i qepës do të ofrojë lehtësime të mira gjithashtu edhe kundër gripit, dhimbjeve të barkut, dëndësisë kockore, cilësisë të gjumit, gjithashtu edhe shëndetit të dhëmbëve. Ndaj siguroni që ta përdorni si duhet në dietën tuaj. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni sipas nevojës. Kështu, përfitimet që ajo do të ofrojë në shëndet do ta kthejnë në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj siguroni të konsumoni lëngun e qepës si një element pozitiv në shëndetin tuaj, në mbrojtjen e vlerave të imunitetit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.